Mirdita, faleminderit për pranimin tuaj. I nderuari zoti ambasador Hill, i nderuari zoti kryeminist Rama, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotërinj. Sot kemi kënaqësinë të prezantojmë librin Në shërbim larg vendit, jeta në vijat e para të diplomacisë amerikane. Kujtimet e ambasadorit Christopher Robert Hill, një prej diplomatëve më të spikatur të diplomacisë amerikane moderne. Votimi, pjesë e kolanës Cryptamanent, na sjell një rrëfim të sinqertë dhe të gjallë për mbi 3 dekada diplomacie në skenat më të ndjeshme të politikës botërore. Kemi kënaqësinë dhe nderin ta kemi për herë të dytë ambasadorin Hill në auditoret tona dhe sot që përkon në një datë simbolike, në një kohë simbolike, në 35 vjetorin e ndryshimeve të mëdha demokratike të vendit. Autori në udhëheq në këtë libër nga Ballkani në lindjen e mesme, nga Kombet e Bashkuara te negociatat me Korenë e Veriut, duke ndarë me lexuesin takimet, sfidat dhe momentet që kanë ndikuar fatet e rajoneve të tëra. Zoti Hill përshkruan një vetëm takimet dhe negociatat me lider botror, por edhe pasiguritë, rreziqet, përgjegjësitë dhe momentet kur diplomacia vendos fatin e njerëzve dhe paqen e një rajoni. Nëpërmjet historive të tij zbulojmë prapaskenat e proceseve të ndërlikuara diplomatike, marrëdhëniet mes shteteve dhe personalitetet që ndikuan epokën tonë. Stili i autorit është i drejtë për drejtë, plot humor, i mbështetur në reflektime të thella dhe një ndjenjë të fuqishme shërbimi. Kritika ndërkombëtare ka vlerësuar librin si imagjepsës, ndriçues dhe një udhëzues të domosdoshëm për botën e diplomacisë moderne. Shqipëria e vitit 1991 dhe një kapitull të veçantë në këtë libër. Autori përshkruan mbërritjen e tij në Tiranë për të rihapur ambasadën amerikane pas 45 vitesh izolimi, në një qytet të lodhur, por plot shpresë për ndryshim. Ai sjell me detaje ditët e para në Hotel Dajti, takimet me qytetarët dhe figurat e asaj kohe, mes të cilëve edhe Nën Tereza, si dhe emocionin e ngritjes së flamurit amerikan në tetor të vitit 1991 në ambasadën e rihapur. Shqipëria në libër shfaqet jo vetëm si një destinacion diplomatik, por si një përvojë formuese në karrierën e autorit. Një vend ku ai dëshmoi transformime të mëdha, ku njohu njerëz të jashtëzakonshëm dhe ku filloi të kuptonte thellë se Ballkani kërkon durim, praninë e vazhdueshme dhe aftësi të veçanta për të dëgjuar dhe mbajtur ekuilibër. Po aq të fuqishme janë kujtimet nga Kosova, ku autori ndjek krizën humanitare, përpjekje diplomatike dhe gëzimin e kthimit të refugjatëve në shtëpitë e tyre. Në këto faqe, Hill tregon se si diplomacia bëhet jo vetëm profesion, por mision njerëzor. Ai e pranon hapur se marrëdhënia e tij me Kosovën ishte një prej përvojave më sfiduese, më tronditse dhe më të rëndësishme të karrierës së tij. Në shërbim larg vendit nuk është vetëm një libër kujtimesh, është një dëshmi e rrallë për punën e diplomatëve në vijën e parë, për rolin e dialogut dhe për përkushtimin e atyre që punojnë larg vëmendjes së publikut, por në shërbim të paqes. Është një pasqyrë e qartë e asaj që ndodh përtej sallave të konferencave dhe deklaratave zyrtare. Është një përballje midis idealeve dhe realitetit, frikës dhe guximit, njeriut dhe politikës. Sot me përurimin e këtij libri, nderojmë jo vetëm veprën e ambasadorit Hill, por edhe vlerën e diplomacisë si ur bashkëpunimi mes kombeve. Tani kam kënaqësinë të ftoj dekanin e Fakultetit të Drejtësisë së Shkencave Politike në UET, zotin Ervisi Lazer, për një përshtypje të shkurtër rreth librit. Faleminderit Suadela, përshëndetje të gjithëve, të nderuar koleg, të ftuar, i nderuar zoti kryeministër, nderuar zoti ambasador Hill. Në fakt, për shkak të punës time, më ka qelluar të lexoj shumë teori të marrëdhënieve ndërkombëtare dhe politike, qoftë edhe qasje historike të tyre. Shumë prej tyre padyshim kanë qenë të vlefshme për të kuptuar zhvillimet politike për Shqipërinë, për Ballkanin, apo edhe për zonën e Europës lindore, si dhe për të kuptuar politikën e jashtme amerikane në këtë rajon. Por libri Në shërbim larg vendit i ambasadorit Hill, edhe pse nuk është një studim akademik në kuptimin klasik të fjalës, ka një lloj metode të rrëfimit që e bën më të vlefshëm se çdo studim tjetër në këtë fushë. Një metodë e cila bazohet te etnografia, që në shkencat tona zakonisht përdoret kur studiuesi është vetë aktor apo merr pjesë në vetë të parë në studim apo eksperiment. Së dyti,
në këtë libër ka një vëzhgim institucional ku përshkruhen proceset e brendshme të Departamentit të Shtetit dhe gjithashtu një analizë në retrospektiv. Të treja këto element, në gjykimin tim, e bëjnë këtë libër jo thjesht një libër me kujtime dhe kuriozitete historike, që gjithashtu janë të rëndësishme, por e kthejnë atë në një dokument të çmuar për studiusit e kësaj fushë. Nuk mund të jetë ndryshe në fakt, kur kemi të bëjmë me një autobiografi të një nga figurave më të njohura të diplomacisë amerikane të fund shekullit 20 dhe fillim shekullit 21, siç është ambasadori Christopher Hill. Libri përshkron gati 4 dekada shërbimi diplomatik, nga korpusi i paqes në Kamerun, e deri te misionet më delikate në Ballkan si marrëveshja e Daytonit e 95-s, negociatat e Rambujës, të konfliktit midis Kosovës dhe Serbisë, apo edhe misionet të tjera diplomatike të Europës lindore, ku ambasadori Hill ka shërbyer. Në këtë libër, autori ndërthu rrëfimin personal me analizën e zhvillimeve gjeopolitike, duke ofruar një këndvështrim të brendshëm për mënyrën se si merret vendimarrja në politikën e jashtme amerikane. Stili i përdorur është një stil i qartë, ai shmang gjuhën burokratike dhe shkruan me sinqeritet shpeshherë, edhe për gabimet personale apo institucionale, sa që shpesh herë të bën të ndihesh sikur je brenda negociatave diplomatike. Ngjarjet përshkruhen nga një ton kritik dhe konstruktiv, nëpërmjet të cilit theksohet se diplomacia duhet jetë e qëndrueshme, e informuar dhe e mbështetur në strategji afatgjate dhe jo nga impulse afatshkurtra. Gjithashtu na tregon nëpërmjet librit të tij se diplomacia nuk është vetëm tavolinë negociatash, por një punë e lodhshme, ndonjëherë me rrezik, stres të vazhdueshëm dhe një jetë familjare e vështirë. Në këtë kuptim, përbën një vlerë të shtuar për çdo që dëshiron të kuptojë botën e diplomacisë, evolucionin e politikës së jashtme amerikane dhe ngjarjet kyçe të historisë moderne të kësaj pjese të botës ku bën pjesë Shqipëria dhe rajoni ynë. Padyshim që një pjesë e rëndësishme e librit i përket ngjarjeve në Ballkan. Për autorin, ato marrin një interes të veçantë jo vetëm si eksperiencë personale jetësore, por edhe si rast studimor i diplomacisë së krizës, të cilat trajtohen jo vetëm si teatër lufte, por edhe si një laborator ku Shtetet e Bashkuara testuan konceptet e ndërhyrjes humanitare dhe diplomacisë parandaluese. Ndër veprimet e tij me liderat e rajonit, analiza mbi marrëveshjen e Daytonit dhe politikat amerikane ndaj Kosovës ofron një perspektivë të brendshme që rrallë gjendet në literaturën akademike. Në shërbim larg vendit, duhet vlerësuar si vepër me rëndësi të dyfisht në gjykimin tim, si kujtim personal që hedh dritë mbi karrierën e një diplomati të lartë dhe si dokument i rëndësishëm mbi rolin e Shteteve të Bashkuara në rendin ndërkombëtar pas viteve 90. Një rol që askush më shumë se bota shqiptare, në Kosovë apo në Shqipëri, nuk e ka ndjerë në favor të saj. Mbështetja amerikane për kombin shqiptar nuk është thjesht një mit që qarkullon dhe përcillet ndër breza, por e mbështetur në fakte historike dhe veprime konkrete. Pavarësia e Kosovës nuk do të ishte mundur pa ndërhyrjen e Shtetet Bashkuara. Ndryshimi i regjimeve në Shqipëri në fillim të viteve 90 nuk do të kishte marrë atë rrjedhë që mori pa ndihmën e aleatëve tan amerikan. Proceset integruese euroatlantike nuk do të ishin të mundura pa insistimin e Shteteve të Bashkuara që Shqipëria të bëjë pjesë e tyre. Dhe ky libër është një dëshmi e gjallë e këtyre fakteve historike që askush nga ne nuk duhet t'i harojë. Dhe vetë ambasadori Hill ka një kontribut i jashtëzakonshëm në këtë ngjarje, duke qenë se është personi që ka hapur ambasadën amerikane në Tiranë pas ndryshimit të regjimeve dhe ka qenë negociator midis Serbisë dhe Kosovës në marrëveshjen e Rambujës. Mirpo, shpeshherë klasa politike shqiptare në Kosovë dhe në Shqipëri, mbështetjen e aleatit ton kryesor e marrin të mirëqenë. Gjeopolitika ndryshon, ngjarjet globale ndryshojnë me një ritëm si asnjëherë më parë, madje edhe prioritetet ndryshojnë. Ashtu sikur se ishte këshilla e presidentit Clinton për klasën politike të Kosovës në 99-ën, që e citon autori në libër. Këshilla e tij, thot autori, atje ishte shënjestruar mirë. Ju jeni qendra e vëmendjes së botës sot, por kjo nuk do të zgjatë. Shfrytëzojeni këtë gjë. Bëni përparim të qartë në ndërtimin e institucioneve tuaja, sepse në një kohë të caktuar, kjo vëmendje do të shkojë diku tjetër. Aq e vërtetë është kjo, saqë shqetësimet e shqiptarëve për zbejjen e prezencës amerikane në rajon për shkak të ndryshimeve të prioriteteve gjeopolitike kanë filluar të ndihen që tani. Si përfundim,
Kjo vepër është burim i jashtëzakonshëm për të kuptuar më mirë vendimarrjet që kanë ndikuar Ballkanin, sidomos në çështjen e Kosovës. Për ambasadorin Hill, Ballkani nuk është një hapësirë periferike e Europës, por një rajon kyç për stabilitetin transatlantik. Në Ballkan ndërthuren interesa amerikan dhe europian, përplasen nacionalizma historik dhe shpeshherë shfaqen dobësi të arkitekturës europiane të sigurisë. Prandaj, argumenton ambasadori se shpërbërja e Jugosllavisë ishte një provë e madhe për politikën e jashtme amerikane pas luftës së ftohtë. Një provë që sot pa dyshim mund të thuhet e kaluar me sukses, pasi fal politikës së SBA dhe rolit të saj, ky rajon bashkëjeton më në paqe se në të kaluarën, edhe pse sfidat e të ardhmes janë të vështira dhe të panjohura. Megjithëse nuk synon të jetë një analizë teorike, libri mbetet një dëshmi e fuqishme mbi natyrën e diplomacisë bashkohore dhe sfidat e saj strukturore. Si i tillë, librin do t'ja rekomendoja të gjithë studentëve dhe studiuesve të shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, sepse për mua ky nuk është thjesht një autobiografi, por një manual i shkencave politike dhe marrëdhënieve ndërkombëtare që duhet ta përdorin dhe personat që merren me këtë punë. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit të Eliasa që na bëhet një introdukt më të thelluar të librit. Dhe tani kam nderin dhe kënaqësinë të ftoj kryeministrin e vendit, zoti Edi Rama. For some reasons, this is Për the place where I'm invited, disa arsye, ky është vendi ku më ftojnë për të and bërë they know të tilla gjëra dhe e din how to si make me come të më without bëjnë refusing. të vi pa i refuzuar. And so I Kështu që praise them. i for that. përgëzoj për këtë. And in the same time, I Në të want njëjtën to say kohë, that, dua të I them couldn't say se no nuk because, mund të thoj ajo, this moment is about someone sepse ky moment who has always ka të bëjë me interested me. dikë që gjithmonë më ka Long interesuar. before we Kohë became përpara se sa friends. të bëheshim miq. And I took this risk to speak. E mora without përsi për having read këtë the book, rrezik të because flas the pa lexuar invitation librin, came sepse without the book. ftesa ka ardhur pa librin. And I'm not going to go through Dhe the nuk speech that Do të mbaj fjalën që talented young man that works with me djali i that is talentuar very që interested punon in this me mua dhe kind që of është topics shumë i interesuar wrote për të for tilla me, but tema, I ka want just shkruar për to mua, por say that dua thjesht të them without have been që po commissioned to write a book dhe about isha the porositur të ambassadors, shkruaja një libër për ambasadorët amerikan region. në këtë rajon. the title would be The Ghost Titulli and the do të Primadonna. ishte Fantazma dhe primadonat, dhe fantazma është Chris Hilli, të tjerët We're all prima donnas. ishin të gjithë primadona. Strangely enough, when time Është mjaft e çuditshme sepse ndërsa koha kalon, primadonat the ghost no, zbehen dal nga dal, fantazma jo. the name is always Emri i tij recycled. riciklohet And also gjithmonë, accompanied with some e po kështu shoqërohet Quite me attractive conspiracy. disa teori shumë tërheqëse konspirative. I have to say, when I Më duhet ta them që kur dëgjova për herë të parë për Chris Hillin, ishte kur më thanë se kishte çuar Fatosnano në burg. and it was quite an impressive way to Ishte një mënyrë shumë mbreslënse për të lënë pas emrin, touch base in Albania pasi sapo and kishe hyrë në Shqipëri dhe thjesht nuk ishe angazhuar në asnjë reformë, në asnjë transformim, po thjesht telling someone in Libya. kishe çuar në burg dikë dhe ishe larguar. But there is one thing that I Por ka diçka që mund ta them me siguri dhe say that mendoj që Hill jam i sigurt kur e them se Chris Hilli është ndoshta i vetmi diplomat amerikan as ambassador që ka to this region shërbyer si that ambasador
në këtë rajon understand the Balkans, që nuk e kupton Ballkanin nga distanca, Balkans, por e kupton atë nga brenda, he has lived the Balkans sepse ai back and forth. e ka jetuar He has Ballkanin practically në të gjitha këndet e all the tij. map. Praktikisht e ka përshkuar të gjithë hartën Enough, e tij. he has Dhe çuditshëm, showed any temptation kur nuk ka shfaqur ndonjë tundim për të folur me zë të lartë, për të bërë një ndikues, to show himself in pictures from the për të mountains. shfaqur në për foto nga majat e maleve në brigjet e deteve të këtij rajoni. But always being there like a Por master whisperer. ka qenë gjithmonë i pranishëm si një mjeshtër pëshpëritës. Nuk di që ka pëshpëritur kryeministrave e presidentëve të vendeve ku ka shërbyer, por ajo çfarë di me siguri Is that I was very impressed when I met Chris Hill Është for the që first time. kur e kam takuar për të First parë of all, Chris he didn't Hillin, seem to më be la like a shumë jailer mbres. Së pari nuk më of dukej si opposition një people. burgosës i njerëzve të opozitës. And secondly, Dhe së dyti, it impressed me the më la way mbres he listens. mënyra me të This is cilën not a virtue of the dëgjonte. American ambassadors. to Nuk say. është virtyt ky i ambasadorëve They are great amerikan in për të speaking thënë and të lecturing, but vërtetën. they are not Janë shumë të mirë distinguished për të in listening. folur, për të dhënë leksione, por nuk shquhen It comes fort with për a të dëgjuar. Pra There's vjen nothing to blame si or një to super complain because, fuqi, nuk ka asgjë. When you are a superpower, Nuk vjen bashkë me superfuqi, nuk ka asgjë për t'u ankuar e për tënë, sepse you don't kur listen vjen nga because you një have a superfuqi, luxury the others don't have. nuk luxury dëgjon, to sepse fuck ke up një and say luks që tjerët nuk e thanë, So, nuk e kanë. E ke luksin ta drejqosësh edhe të thuash Arben Jaferi Zhdu once kututje. said something that I'm sure Arben Chris Jaferi agrees with. dikur ka thënë diçka që Because jam i sigurt he Krisi Added to bie it. dakord, sepse Arben i ka shtuar said, diçka the tjetër peoples kësaj. of the Balkans Arben ka thënë suffer që popujt e from Ballkanit vuajnë an ethnopolitical strabismus nga një that makes strabizm them see each other etnopolitik që i bën ta shohin njëri And, tjetrin në mënyrë të Chris, shtrembër. Dhe Krisi said it in a complimentary way. e There are no secrets in the vazhdoi Balkans, në mënyrë më It's too small përplotësuese. place. Nuk ka sekrete në Ballkan, është But një the vend shumë i question- vogël. that comes from both these sentences. Por pikpyetja që vjen Is- nga të dyja këto In the Balkans, fjali is not about është se what happened, në Ballkan but it's about çështja nuk ka të bëjë me whose çfarë version of events will ka prevail. ndodhur, por cili this is where it variant comes, i ngjarjeve the do të power and the mbizotroj. Dhe strength këtu and also vjen the- fuqia, Danger forca, of the American ambassadors. edhe rreziku i ambasadorëve amerikan, Because of the sepse version apo për shkak of events that prevail. të variantit të The ngjarjeve right që version mbizotron. prevails, sometimes the Ndonjëherë wrong version mbizotron prevails, varianti i drejtë, i duhur, Whatever ndonjëherë version varianti i gabuar. Por It's the version. cili do që mbizotron And there is no way është to ai contest variant dhe nuk ka asnjë mënyrë për ta hedhur going poshtë. through all that, I Duke always kaluar në për të gjithë këtë, wonder how one can pyes do gjithmonë the job veten, of being the most important person in si the country. mund ta because bëj dikush there's no punën e të qenit question personi that më i the most rëndësishëm në important vend, person sepse in nuk this ka country asnjë for dyshim many që years personi has më i been rëndësishëm në whomever këtë vend was the për shumë American vite ka qenë kushdo që ka qenë And ambasador as I amerikan. always, used to Dhe say, siç being American e kam ambassador thënë to Albania gjithmonë, is the ti je second ambasador amerikan në amazing Shqipëri, job është puna by e being an American after the dytë më e mirë because you are e God. dikujt që është amerikan pas të qenë president, sepse këtu je perëndi. And the answer, I believe, is in the personality and in the Pyetja way besoj Chris qëndron does it. në përgjigjja qëndron tek a personaliteti, tek lot of mënyra se distance, si Chris e bën këtë a punë, lot of me shumë distancë, carefulness in listening, me mjaft and a lot kujdes of low kur voice. dëgjon dhe me shumë zë të ulët. I had the chance to get to know him, as I said, Kam pasur mundësi që much later ta than njoh he shumë knew me. më vonë se sa because this is the
the great Ai thing më about njihte the mua, Americans. se kjo është gjëja You may not e know mirë e them, but they know you. amerikanëve. Mund mos t'i njohësh ti, por ata të njohin ty. And then we had the opportunity to see Më each other pas in patëm few mundësi occasions të when he shiheshim was në një së serving rastesh in kur the ai most difficult, I believe, shërbente në for an American vendin më të ambassador in the vështirë për një Balkans, ambasador amerikan because there në is also such a Ballkan, thing. sepse It's ka not everywhere edhe easy një as gjë it të is in tillë. Albania, Nuk është kudo e in lehtë Belgrade. siç është në Shqipëri. And to me, Pra, në it was Beograd, really amazing për mua how ishte he dealt e jashtëzakonshme, that place vërtet, and mënyra how he se succeeded si ai to somehow shape e the course of humor në events atë in vend that dhe si place mundi të formësonte in a në një period farë of mënyrë time rrjetën e when ngjarjeve në atë vend, një periudhë kohe, I would say that country came closer than në ever cilën ai vend to do thoja ju what, afrua më shumë se from the kur angle of asaj çka American or from the nga angle këndvështrimi i of një Amerikani a Westerner, apo nga one would wish. këndvështrimi i një So perëndimori I nuk do just të ishte dëshiruar. want to thank Unë the të doja vetëm që të rector and whomever else falenderoja thought, rektorin e çdo tjetër make me this honor to have the që opportunity mendoj të to më bënte këtë share nder some of my për të më thoughts dhënë in mundësinë që të this ndaja event. disa nga mendimet e Not mia as në someone këtë that read ngjarje. the book, because Jo I si repeat dikush që ka first, I lexuar didn't read librin, the book. sepse e përsëris nuk I e kam will, lexuar librin, do ta but lexoj. then I'll not Por have the chance to speak pastaj nuk do të kem publicly shansin about që të it flas because publikisht you'll për be të, sepse lost again. ti do And, të jesh sërish një the only fantazm place when dhe i where you vetmi speak about books is or vend here ku or at my flet për librat është ose këtu ose building. në So ndërtesën if you come back time. and Kështu që nëse you are kthehesh interested in a longer dhe conversation je about the book, interesuar për një bashkëbisedi më të the gjatë rreth building I am librit, for the në moment, ndërtesën I would ku be unë more jam than për happy to momentin, have do this të conversation isha and më to shumë se tease e you with lumtur some që ta zhvillonim këtë questions bisedë, t'ju which I'm ngacmoja me sure disa you pyetje will be që very jam i successful sigurt in që answering or in do t'ju përgjigjeshit avoiding. me shumë sukses, do t'ju përgjigjeshit ose do t'i shmangnit me shumë Let me sukses. end Më lini ta with përmbyll a quote me një that citim is here among some quotes selected by my guy. që është këtu, është from e the book. përzgjedhur nga Chris wrote, fjalën shkruesi im prej librit. the problem Chris between the two shkruante, countries problemi midis dy vendeve might seem like a joke duket si një in the head of a shaka late-night comedian. në kokën But e in the një Balkans, komediani There të was mbrëmjes nothing vonë. funny about it. Por në And Ballkan then, nuk ishte asgjë për të qeshur me këtë. talking about his period of service, I Duke guess, in folur, North Macedonia, besoj today për it was periudhën e Macedonia tij when Chris was there. shërbimit për periudhën e shërbimit të tij në Maqedoni, sot është Maqedonia e Veriut. Aty fillova të lexoja gjithçka që mund të merrja në dorë për Maqedoninë. Vërtet, shembulli i asaj çfarë Churchilli dikur tha për Ballkanin, që ka prodhuar më shumë histori se ç'mund të konsumoj. For me, it was Për mua, news that this was Churchill ishte because lajm që këtë kishte thënë Churchilli, I was taught sepse that it was Harry Fultz, mua më kishin thënë që e ka thënë Harry Fultzi, famous American here një that Amerikan i famshëm këtu, leaving behind a love që u letter to the largua Albanians. duke lënë pas një letër When dashurie për the Americans shqiptarët, had all to leave, kur Amerikanëve that ju desh embassy të that you largoheshin came here to të reopen gjithë dhe eventually. ajo ambasadë që But erdhës in të any çelni case, being këtu Churchill or being Harry në Fultz, mënyrë hakmarrëse. there is only one thing Megjithatë, that qoftë has to be Churchill a redacted. Harry Chris, Fultz, ka një gjë që duhet not të it korrigjohet, has produced Chris. more history than Jo can be ka consumed, but it prodhuar still më produces shumë more history histori than can se be sa consumed. mund konsumohet, por Fortunately ende not prodhon më shumë histori as se sa mund much konsumohet. Together, Fatmirësisht jo kaq for shumë sure, së bashku, por same way sigurisht in në po të njëjtën our mënyrë own countries. në vendet tona më vete. By not Fatmirësisht producing as duke much together, mos we are prodhuar kaq less, shumë së bashku, less keen jemi nowadays më pak to have conflicts. të prirur This is a ditët great e sotme achievement, për të pasur but konflikte dhe kjo është një still, arritje jashtëzakonshme, not, por ende stopping to produce as much in our own countries
Nuk kemi pandalur së prodhuari shumë brenda vendeve tona, nuk jemi mjaft të prirur për të bërë atë kapërcimin e pjekurisë. Kështu që Kris, faleminderit shumë, faleminderit sinqerisht për atë që je përpjekur të bësh. Të takon ty që të vendosësh se sa i suksesshëm ke qenë për të ndihmuar të vende, për të ndihmuar komunitetet e politikën, kudo që ke qenë që të rriten. Për një gjë sidoqoftë jam i sigurt që askush që ka pasur shansin, pra të gjithë ata që kanë pasur shansin të punojnë me ty, nuk do të mund të të harrojnë kurrë, vetëm për arsye të mira nuk e di, por është e sigurt që ke lënë shenjën te gjithkush që ka pasur privilegjin të takojë dhe ka pasur nderin të luftojë apo të përballet me ty. Faleminderit zoti kryeministër për fjalën tuaj. Doja të citoja shkurtimisht diçka nga libri. Kur zoti Hill rrëfen ditët e para në ambasadën amerikane në Tiranë. Unë u bëra numri 2 i tij, domethënë zëvendës shefi i misionit. Detyra ime ishte të drejtoja punët e brendshme të ambasadës, ndërsa ambasadori merrej me veprimtarinë jashtë saj. Filluam të njinim shqiptarët, një nga një, ashtu siç vepron një diplomat i mirë. Dhe kjo është diçka që lidhet me marrëdhëniet, jo me marrëveshjet. Zoti Hill e ka nisur karrierën e tij në Departamentin e Shtetit në vitin 1977, duke qenë sot një diplomat karriere, i emëruar disa herë ambasador, i emëruar në mos gaboj nga 4 presidentë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kemi nderin dhe kënaqësinë ta ftojmë sot këtu me ne. Zoti ambasador. Well, thank you very much for this Faleminderit shumë për këtë mundësi që të gjendem këtu për votimin e librit tim në gjuhën tuaj të mrekullueshme. Very small elements of which I actually speak, but së cilës i flas elemente shumë të vogla, por e dëgjoj siç dikush do të dëgjonte muzikë. Dua të falenderoj shumë kryeministrin për fjalët e tij të sjellshme, sepse mendoja, ndoshta po mendonte nëse duhet priste për funeralin tim apo duhet ti i thoshte tani, por më mirë tani sepse unë mund t'i dëgjoja dhe po shtym kështu funeralin. Unë mendoj që për çdo diplomat amerikan ka vende që janë të veçanta, sepse janë vende ku ndihesh se ke sjell një ndryshim. E me qëra fjala, duhet të them në parantez që e çmoj që kryeministri përmendi jo vetëm gjëra që kam bërë, po edhe gjëra me të cilat nuk kam pasur absolutisht të bëja asgjë. Thjesht doja ta bëja të qartë që edhe një herë. Por seriozisht, të gjendem këtu në Shqipëri rreth 34 vjet pasi mbrita për herë të parë, kur më quan në hotel Dajti, ndoshta disa prej jush e ka dëgjuar dhe qëndrova në shkallët e hotel Dajtit pas dita një të diel dhe të gjithë ecnin përpara hotelit, mendoja me vete, a nuk ka pasur këtu automjete private? Dhe përgjigja ishte po, nuk kishte pasur, por po kështu edhe përfaqësonte diçka tjetër për Shqipërinë. Dhe njerëzit e saj të mrekullueshëm, atë ndjenjë komuniteti, ndjenjën e afërsisë dhe përgjërimin për më shumë marrëdhënie. Kur vjen në një vend, ashtu siç duhet bëhet çdo diplomat, hidhesh me kokë në të. Pra jam vërtet shumë vlerësues që kryeministri tha diçka që vetëm një orë gjysmë më parë u përmenda studente, ndërkohë që po flisnim se çfarë bën një diplomat. Dhe së pari, gjëja e parë që bën është të zhvillosh aftësitë e dëgjimit, të dëgjosh çfarë thonë njerëzit. Mos je gjithmonë atë gjendjen e prezantuesit,
and a half transmetimet, ago, por dëgjoj, in the dhe në fakt context that këtë po i when you thosha edhe listen, you studentëve can një orë gjysmë actually parë, understand që what kur they're really dëgjon, concerned about. kupton And that vërtet therefore, për when you çfarë të you're tjerët helping janë on të the basis of shqetësuar. what they Dhe want you to help them with, and not ndërkohë on the kur i basis dëgjon of mund what t'i your ndihmosh supply në of bazë të things asaj are. That is, për cilën kanë sometimes nevojë, jo you get to në bazë të a asaj place çfarë and ti you mendon think, se "I'll mund help them t'japësh. with this or that," Sepse and mund you të shkosh në realize një vend dhe they're thuaj që do indifferent t'i to ndihmoj this me or këtë that, apo me or atë, more por mund importantly, kuptosh janë they indiferent ndaj need to kësaj apo solve asaj their që own do ti problems t'i and ndihmosh not dhe have you natyrisht try to duan që solve të their zgjidhin problemet e problems tyre for them, dhe nuk duan që ti të zgjidhësh especially problemet e when tyre you've për gotten ta, off an sidomos airplane in 8 kur hours, you think you sapo understand everything because you do ke know. zbritur nga avioni, So, ke 8 orë I dhe think, kujton se any kupton çdo lloj diplomat, gjëje, sepse në fakt nuk është no kështu. matter where a Unë diplomat mendoj që çdo goes, diplomat, needs pavarësisht se a ku concept shkon, of embracing duhet të complexity. ketë You have to konceptin e understand that përqafimit të complexity comes in all kompleksitetit, kinds duhet of të kuptosh që sizes kompleksiteti and, vjen në çdo in all lloj kinds of dimensioni, places, and I have në never çdo lloj seen a country vendi. more Nuk kam complex parë një vend than Albania. kaq kompleks sa In Shqipëria. Europe and in Albania, Në there's a real respect Europë for dhe në history, Shqipëri and ka I think that's so, respekt mirëfill so për important. historinë. Unë It's mendoj që been kjo really është the kaq driver in my shumë e life to rëndësishme. respect history. Në jetën And time yet, ka for qenë many në Americans, fakt you've motori heard të the respektoj American historinë. expression, Po "Oh, që that's shumë history." amerikan Well, kanë një what do they mean shprehje, by that? kjo Do është they histori. mean Po çfarë duan to të thonë me study up? këtë? No, they say history, Duan të that's thonë history, që meaning duhet ta that's studiosh? irrelevant. Jo, It's jo, not kur thonë irrelevant. është histori, do të thonë është e history, kaluar, as the është Prime pa Minister rëndësi, por nuk suggests, is është pa something that rëndësi. continues Dhe historia, siç right e through tha dhe today kryeministri, and will është diçka që continue vazhdon tomorrow edhe and sot dhe do vazhdoj So, nesër e respect kështu history, më tej. respect where people Pra have come respekto from, historinë, respect respekton nga their vin feelings, njerëzit, respekton and ndjenjat e listen. tyre Above dhe all, listen dëgjo, to mbi people, të even if gjitha you dëgjo completely njerëzit, disagree edhe with them. nëse I feel je in the tërësisht course jo of my dakord me career, ta. I've been tested in that regard because Gjatë I karrierës don't think time too jam many sprovuar people në in këtë this drejtim, room sepse have nuk sat at mendoj tables që across ka from North shumë Koreans. njerëz në këtë sallë që janë ulur në tryeza God bless përballë the Koreas North Koreans, Veriut. but frankly, these Zoti are bekoft people Koreano only a mother Veriorët, can love. po And ta so janë me you shumë nonetheless sinqeritet njerëz që vetëm have to nëna e tyre i do. understand and listen to them Megjithatë and do the duhet best ti you dëgjosh, can ti kuptosh dhe të bësh So, më të mirën që mundesh me ta. When it was all done, Kur and gjithçka I left, përfundoi I left Baghdad, dhe u largova challenging nga place. Bagdadi, një tjetër vend And I sfidues, thought I would just kind of Mendova që stay by myself with my do memories, qëndroja talk to my children me about veten, them. me talk to kujtimet my- e I mia, have a do t'u grandson flisja now. He's fëmijëve not për to. particularly interested Tani in kam that një yet, but nip, he wants to be. ende nuk tregon And so- and then, interes për actually këtë, it po was do t'i Madeleine duhet ta Albright tregoj. who said to Dhe me, në fakt "You ishte have a Madeleine duty." Albright It wasn't optional. You have a duty. That's që më kind tha, of the way she ke spoke often. detyrën, nuk You ishte have a duty alternative, nuk ishte to fakultative, tell kështu më thosh, your kështu story, ishte mënyra what të folurit you të have saj, ke encountered to detyrën others. të tregosh The concept, I historinë suppose, is tënde that, të takimit me të if I tjerët. could tell other people what Në I fakt, went through, they would not be doomed to koncepti make the same ishte që mistakes. në qoftë Well, se there's so many mistakes in the world. You don't duhet have të to make tregosh the të same tjerëve ones. You can se find çfarë plenty ke of bërë, your do own më to thonë make. ideja të tregosh But I gabimet e think it tyre, was important nuk ka pse të to tregosh kind of gabime, explain fundja what I was të gjithë trying kanë to do, gabimet e why I tyre. was Megjithatë, trying to do it. doja të shpjegoja se And çfarë to be bëja, sure, se përpiqesha ta people would bëja. identify conspiracies, Dhe some për that qenë never i happened. sigurt, Just wanna njerëzit make mund that clear. identifikonin And then konspiracionet, other ca conspiracies prej that, tyre që yeah, s'ka you ndodhur might have kur been- dhe you ca might të have been tjera involved in. që I remember ndoshta mund dealing- edhe I think I të mentioned shëni this in the përfshirë. book with E Poland, përmend another në këtë one of libër these një loves of rast my me life. Poloninë, një nga And I dashuritë e tjera remember të jetës time. talking to a famous American named Më kujtohet- Zbigniew Brzezinski. Po flisja And me he një asked Amerikan me, famshëm, he knows a Toti million Brzezinski, times dhe more ai about Poland, but this was më a man who pyeste understood mua, ai the në fakt e njihte essential Polonin modesty that one has to 1000 herë më shumë se hold in unë, one's heart por to ishte get një through njeri life. që e njihte And he modestin, said, që duhet "I'm ishte going në to thellë Poland. për të ecur një jetë. Dhe What më should I thotë, tell dua të them? shkoj në What should I Poloni. learn from him?" He asked Çfarë me, duhet the t'u lowly them? desk officer. Çfarë duhet marrë prej And tyre? Dhe më I- pyet it was mua hard që for me isha to në fakt respond shumë më because the ulët se man knows a million ai times në more nivel than dhe I i kisha did, shumë but I vështirë was so përgjigjesha, moved sepse by ai the njeri fact that dinte he 1 had the milion herë sense më of mirë më humility shumë se unë, to por ask në fakt më someone else a ngjeu question ndjenja that he could have e
e për ulësisë, që ai bëri pyetje dikujt tjetër për diçka që e dinte vetë më mirë. Por I thash që ishte e rëndësishme që kur ambasadori polak të mbritej në Washington t'i bënte të qartë që Polonia nuk është më në Paktin e Varshavës, por po kështu do të ishte dhe një mik I mirë. Dhe unë mendova që gjëja më e rëndësishme ishte për të folur për marrëdhëniet e inteligjencës.
Sigurisht ishte aty I ulur, kishim një sekretar të mrekullueshëm shteti, Larry Goldberger, dhe ambasadorin polak Sharanovsky, the Polish dhe ambassador, Sharanovskin, said to the American Secretary of State, ambasadorin I want to tell tjetër you që I thot something në that has fakt been decided at the very diçka. Sekretarit, sekretari thot, dua të them diçka që është vendosur në krye të qeverisë. Nuk kemi më konkurrencë me ju, nuk do të ketë më spionime, nuk do të ketë më përpjekje inteligjence për t'u infiltruar në institucionet amerikane. Kemi lënë pas. Dhe në fakt I gjithë gjëja ishte për të thënë që po nisim një miqësi të re. Po këtu gjithmonë është ai shqetësimi që un kam, si diplomat je gjithmonë I shqetësuar që ata përballë jush është shqiptar apo polak. Pra, në fakt nuk duhet të shqetësohesh më shumë për ta, por më shumë për njerëzit pas që duhet mbështeten atë çfarë ti do të bësh. Dhe natyrisht marrëdhëniet shkuan shumë mirë dhe ne tani jemi nga miqtë më të afërt në botë. Sa I takon Shqipërisë kemi patur edhe me të këto momente kur kuptuam që jemi në të njëjtën park, në të njëjtin rrugtim dhe duhet të punojmë së bashku për çështje që na prekin së bashku. E di që në Shqipëri ka pasur sigurisht një fokus tek çështjet rajonale, por ishte një përmirësim krahasuar me idenë që Shqipëria ishte krejt e izoluar nga pjesa tjetër e botës. Ajo u bë më pak e izoluar dhe nisi të shndrohej në një lojtar pozitiv të mirë në rajon, që shprej asaj kohe në përpjekje për të punuar për problemet që kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë, por Shqipëria u bë aktore dhe çka është më e rëndësishme, Shqipëria shkon dhe më tej, bëhet aktore në Europë, çon trupa për çështje të ndryshme që Aleanca Euro-Atlantike po përpiqet I trajtojë dhe në fakt nuk bëhet vetëm anëtare e një komuniteti ballkanik, por një anëtare në marrëdhëniet euro-atlantike. Ndaj kur shikon se pse Shqipëria është në NATO, nuk është sepse SBA-ja tha që Shqipëria duhet të jetë në NATO, por sepse populli shqiptar tha që duhet të jemi në NATO dhe do të bëjmë gjithçka që do të na çojë në NATO. Dhe ky ishte suksesi I madh I shqiptarëve. Tani, përballë Shqipërisë është çështja e Bashkimit Evropian. Si diplomat amerikan, I mbështes të gjithë ata që duan të hyjnë në Bashkimin Evropian, por është e lehtë për mua, nuk është e lehtë për Europën. Dhe kërkohen shumë përpjekje dhe mendoj që Shqipëria po I bën këto përpjekje, por është shumë e rëndësishme që të hyet në Bashkimin Evropian dhe nuk kam asnjë dyshim që Shqipëria do të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian. Nuk kam as pak dyshim. Por çështja është nëse mund të bëhet në një mënyrë që të rritë sigurinë në të gjithë rajonin, apo nga ana tjetër do të rritë tensione. Duhet bërë në një mënyrë të tillë që të vazhdohet me këto marrëdhënie rajonale tu. Mund të zgjedhësh të dashur, mund të zgjedhësh gjithçka tjetër, por jo fqinjen. Kështu që duhet të ketë një mirë kuptim në fqinjësi dhe çfarë duhet bërë për të arritur gjërat me fqinjet. E sfundi, sepse nuk dua të flas pafund. Dhe si kam përshtypjen që ju I dini të gjitha këto. Së fundi, dua të them që ajo çfarë ka nën kuptuar për mua Shqipëria ka qenë e jashtëzakonshme. Pozicioni I pari që unë kisha për kohën të paktën isha I ngarkuar me punë, isha personi numër 1 dhe më duhet të merrja vendime. Duhet të bëja që njerëzit në Washington të pranonin këto vendime. Më duhet të kuptoja që duhet të bëja shumë punë bindse në Washington, duhet të ndërtoja aleanca për punuar me të tjerët. Jo çdo zyrtar I shërbimit të jashtëm e kupton këtë konceptin për të ndënjur jashtë të lasheve, për të ulur kokën, po për të ruajtur ato instinktet.
I feel very fortunate and very ndihem me indebted shumë to all the fat people in Albania dhe for shumë really në giving me borç this ndaj të extraordinary gjithë opportunity in my career shqiptarëve që më dhanë këtë mundësi të and an jashtëzakonshme në karrierën opportunity time to right dhe po some of kështu the wrongs of my mundësinë life. That për is, të I used to talk more than I shkruar listened. I ato fixed gabimet e that a jetës long time time. ago, and that's really, I Unë thank në fakt Albania pisja më for shumë that. se sa dëgjoja And so, dhe kam I ndrequr look këtë prej forward, shumë kohësh dhe më duhet falenderoj most Shqipërinë për importantly, këtë. going forward with this country, to Çka see this është country më as a rëndësishme kindred është që mbjen spirit in mirë so që të many shoh ways, këtë vend to see tez this country përpara, as a ta country shoh where we të can talk vend si together shpirt and say, dynjak how are një we vend gonna ku mund të influence flasim së that bashku person? What can dhe we të do themi to si mund ta influence that influencojmë person? atë person, What çfarë role mund can të you bëjmë play? për What ta role ndikuar can atë we play? person, çfarë rol mund të Never luani ju, accept the çfarë rol mund idea të luajmë ne. that that person Kur is mos never e going to be with us, pranoni but rather iden që accept ai it person as a do të jetë kurrë me ne, complexity por that ta we need to pranoni si një resolve. kompleksitet që duhet I zgjidhur. just feel that when you're in Albania, when any American, Më including the duket se American embassy sa herë që here, je në that are so Shqipëri, çdo proud to be a amerikan part of, dhe ambasada that amerikane we don't have any këtu, better friends than we do in Albania. I'm not talking pjesë about e that të silly cilës jam statistic shumë about krenar 98% është of që nuk Albanians kemi loving miq us, më të etc. mirë. I'm talking Nuk po about the flasim fact për that when the chips are statistika, down, flasim when për we need a fakte friend, Albania is always që there. sa herë që And that's situata very rrezohet dhe important, kemi and we should nevojë për një never mik, lose Shqipëria track of është gjithmonë aty. that. Është shumë e We should rëndësishme që të mos understand ta that harrojmë Albanians kurrë këtë. suffered Duhet even more. kuptojmë You që know, in America, you hear now shqiptarët people kanë talking vuajtur. about, Në oh, Amerikë such për victims, we shembull, are not. dëgjon I can njerëzit tell you që about thonë, "Oh, victimhood, and viktima we are jemi ne, not. por jo nuk We need nuk to jemi." understand that Duhet ta we've had kuptojmë këtë countries gjë. out there that have really Ka gone through a pasur lot in vende order to që be janë close to us, përballur and we më need to shumë hold them për to të this qenë person. pranë So thank you nesh, very dhe ne much. duhet bëjmë gjithçka Enjoy për the të. book. Faleminderit shumë. I think it's Shijojeni better in librin, Albanian mendoj than që it është is më in mirë në English, shqip se so, sa është në anglisht, kështu që certainly has a nice title sigurisht që in ka një Albanian. titull të bukur në Shqipëri. I asked the person who interpreted or who translated it, I I said, did you kërkova at least get the jokes? personit, How about the jokes? And e he said, pyeta don't worry, we personin got the që jokes. përktheu, ai So, kuptove because, shakat, të paktën the shakat last mos u thing the shqetëso, world më tha. needs is another E kuptova dry, shakat. a Sepse gjë e dry, fundit që për international cilën relations book. bota So, this is ka not that. And thank nevojë you so është një much libër for it. tjetër i thatë për marrëdhëniet ndërkombëtare dhe ku nuk është e tillë. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti ambasador për fjalën tuaj, faleminderit për praninë tuaj që pranuat ftesën tonë të ishit këtu sot me ne dhe faleminderit për përvojën tuaj të çmuar që na keni lënë përmes një testamenti të shkruar. Faleminderit të gjithëve për praninë tuaj.